Data e parë e festivalit Femart ka nisur me energji të gjalla dhe atmosferë elektrizuese në AMC Hall në Obiliq, ku publiku është mbledhur për të përjetuar jo vetëm një koncert, por një ngjarje që të i kalon kufijtë e muzikës. Në bashkëpunim me komunën e Prishtinës për t'i shënuar edhe ditët e çlirimit të kryeqytetit, të hënën mbrëma është mbajtur koncert nga përfaqësuesit e si vjetëm të Shqipërisë në Eurovision, Shkodra Elektronike. Performanca e tyre ka sjell një bashkëdyzim të së vjetrës me të ren, këngë të traditës shqiptare të veshura me ritme moderne elektronike, duke shndruar skenën në një udhtim poetik përmes zërit, kujtesës dhe revoltës. Publiku ka reaguar me entuziazëm, duke i dhënë festivalit një nisje të fuqishme dhe të denjë për misionin që përçon. Hapja natës së parë është ndruar në një spektakël të përndezur emocionesh, ku zëri arkaik i polifonisë shqiptare është bashkuar me ritmet bashkohore të muzikës elektronike, duke krijuar një përvojë të papërsëritshme për publikun. Mbrëmja ka vazhduar si një udhtim muzikor mes këngëve të reja dhe motiveve tradicionale të përpunuara, të cilat kanë sjellë një frymë të re mbi Shkodrën dhe trashëgiminë e saj muzikore. Përveç këngëve të përpunuara shkodrane, Dyshja ka performuar edhe këngën përfaqësuese të Eurovisionit, Zjerm, si dhe këngë të albumit të tyre të ri, disa prej tyre të papublikuara dhe të kënduara për herë të parë për publikun kosovar. Ndërto janë këngët si Askund, Stuhi, Ipkida, Deri në fund dhe Elir, e me kërkesën e zhurmshme të audiencës, ata e kanë performuar edhe një herë këngën Zjerm. Drejtoresha ekzekutive e këtij festivali është shprehur e lumtur ta kenë një band si Shkodra Elektronike në hapjen e festivalit. Hapje spektakolare, domethënë pa imagjinuar, sepse festivalet feministe e kanë atë pargjykimin e vet dhe kemi thyer sonte, natyrisht me një band i cili ndon mesazhe shumë të ngjashme me neve. Jam jashtëzakonisht e lumtur që kemi pas privilegjin me pas Shkodrën Elektronike, po dhe me shënu këtë ditë të çlirimit Prishtinës bashkë me komunën e Prishtinës me Femar. Ajo ka treguar se ky edicion do të përmbajë më shumë koncerte se sa herët e kaluara. Në mesin e serisë së koncerteve është edhe ai i ansamblit të Libur Njupollit, i cili mbahet sonte në Teatrin Kombëtar të Kosovës, që vjen premier evropiane pas asaj në Kore. Vjen këtu një shfaqje që quhet Silent Voices. Pastaj kemi konferenca, diskutime, kemi një koncert në mbyllje të Femartit, të Ani dy Robertve, një koncert punk rock me 2 artiste super talentuar franceze. Antarët e Shkodrës Elektronike kanë treguar si janë shumë të lumtur me audiencën kosovare. Për ta nuk është hera e parë në Kosovë. Publiku kosovar gjithmonë ka surprizu për të mirë. Gjithmonë ka kënë ma mirë se sa që imagjinoshim ma për para. Ma mirë se këna prit. Edhe sa ndë njëjta gjanë, njësej, një dashni, një dhurat që nuk do të harrojmë. Për ta, sinkronizimi i publikut me këngët është shumë fantastik. Shkodra Elektronike në dhjetor të vitit 2022 ishte në Prishtinë, e në verën e vitit 2023 edhe në autostrada bienale në Prizren. Disa këngë nuk janë unreleased,
do t'i publikojmë nga fundi i vitit, me fjalë ma do të publikojmë një album të ri. Po, kena këngë shkodrane plus këngë të reja origjinale tona. Gja, fantastike që ka në sonde që djemë të varzat që kanë kënë, aty ne nuk kanë kënu vetëm zjerë, po kanë kënu edhe këngë që kanë dalë para disa javësh. E kjo gja ka kënë fantastike, fantastike. Performanca në Prishtinë dallon prej performancave që i kanë pasur gjatë kohës së Eurovisionit, sepse këtu publiku është shqiptar. Po normal që në Prishtinë ka një vlerë krejt tjetër, pse njerëz që kena përpara e kuptojnë fjalë për fjalë, edhe i kënojnë fjalët me shumë tepër dashni. Nga publiku, Vatra Abrashi, bashkëthemeluese në Autostrada Bienale, që e bëri të njohur publikun e Kosovës me shkodrën elektronike, ka treguar se ta shohin një performancë të këtillë është shumë unike. Ne kemi pas fatin me i njohë shkodrën elektronike shumë ma herët, edhe me i pas sa konceptual janë, sa jashtëzakonshëm janë, edhe kemi pas në hapjet e edicionit të 4 të Autostrada Bienale, me i pa prap me një format të tillë, me këngë të reja dhe pas pjesëmarrjes në Eurovision, është po ashtu shumë unike, ata mbeten të njëjtë, gjithmonë shumë unik, jashtëzakonshëm me zënin dhe muzikën e tyre. Kështu që kjo është shumë knaqësi edhe unë kënaqa shumë, seva shumë, bona shumë qejf. Edhe ju uroj organizatorët e Femart për një festival të suksesshëm, edhe shkodrës elektronike, shumë suksese. Festivali Femart do të vazhdoj deri më 21 qershor dhe do të sjellë koncerte, premiera, punëtori e diskutime mbi konceptin se mendja e lirë është arma më e fortë e njerëzve.